Ky është një moment historik për Shqipërinë. Sigurisht këtu nuk flitet për një hekurudh, por flitet për një lidhje kombëtare, pasi është hekurudha kuqezi, flitet për një nukël gjeopolitike e cila e kthen kombin shqiptar në një pol magnetizmi për ekonominë dhe për ndërlidhjen europiane. Shpeshherë flasim për ndërlidhje rajonale, për ekonomi rajonale, por korridoret e infrastrukturës si dhe ato energjetike nuk janë rajonale, janë europiane. Kjo hekurudh do të ndërlidhet me korridorin e 8 përmes të gjithë akseve të tjera të këtij korridori që tashmë janë bërë publike, disa prej tyre janë proces, disa prej tyre janë në kohën e lidhjes kontratës, gjithashtu do të lidhet me korridorin e 10. Por nga ana tjetër prek edhe korridorin Adriatiko-Jonian në një gjatësi shumë të rëndësishme të tij, duke e kthyer kështu si një nyje ndërlidhse të 3 korridoreve europiane dhe duke i dhënë kësaj hekurudhe në dukje kombëtare një rëndësi të veçantë për të gjithë zhvillimin ekonomik dhe gjeopolitik të Europës juglindore.